Që që ki raportet me babin për shembull, se qikat e dojnë babën e vetë shumë, të rënohen për babën e vetë. Babi është pika ma dëbë në ashtë një vajzë, se e ka i dal njerë babin, ka që më bosi babin, veprimet e babin. Babin e kam shok, Po, e kam gjithçka. gjithçka. Babi ka punu mësus, Po, ka qenë drejtori i shkollës shumë shkollave, ku gjatë, po. e ka bon punën e vetë, kur dash me ballë dhe luftë, ka qenë ushtar i UÇK-s, që na për babin tonë dhe për këtë ushtar të UÇK-s, respekt e lavdit përjetshme. Çfarë raporti ke me ta? Thash e kam shok me babin, edhe që jam fëmija ma i vogël shpe me babin kom bisedu. Çdo gjë në jetë që e kam, e bisedoj me ta, është shtylla jeme, kryesore. A të ka përkra kështu në jetë, në këndim, në raport me Fidanin? Po, babi më përkra në çdo aspekt jetës. Babi më ka përkra në muzike, ka di gjithmonë që du shumë muzikën, po babi që është vetë profesionin e drejtar, mësus, e ka të pjesën e shkollës, pik dopt. Sigurisht është. Edhe unë pa ta pauzu pak një periudhë, në atë periudhën e pandemisë, mbetën disa provime pak kështu të pa përfundune, edhe kum pas gjithmonë ashtu të përfundoje. Edhe ku përfundu. Kishe thonë babës që edhe ati me mitë këti mi mirë prej qikës vetë, edhe me quni porosi për krejt njerëzit që kanë babat, e tash edhe ju kam benzinu bësa, edhe normalisht mosha shkon dhe e bot vetën. Qa ishe thonë babës sonte? Ka njëherë nuk gjenë fjallë me shprej dë ndjenë, atë thash nuk jem shumë e mirë me fjallë. Ja. Një kam 2 prind, i kam të mrekullueshëm, një shtylla jeme. Pas me jetë gjatë. Për femrën, është gjithmonë e rëndësishme me pas mashkullin të fortë, në këtë rast babën, mastaj kalon edhe të partneri, që ki nevojë gjithmonë me pas një shtyllë, një kratë fortë. Si prind, si mashkull, është idol për mu, një mashkull idol në jetën teme. Baba. Kështu që faleminderit për gjithçka, A të ka dhënë mësim? që ekziston. Jo. Të ka dhënë mësim, a? Jo. Nuk e ki pas atë fat. Nuk e kum pas. A kështë pas qef me ditë, çka kishtë thonë babë, hytë sonde për ty? Babi është person që ma shprej çdo ditë, sa shumë Ka të thetë ma shumë? Çdo ditë në vetë, edhe unë haja lajëm për to si më pas 10 vjetë, dhe në Fidani. Jem hala shumë e vogël për to, gjithmonë e ka imazhin, çdo ditë më shkruan a je mirë, a ke hongër, a je çu, a ke flejt, të fala Fidanit, domethënë nuk mungon, është një farë lloj rutine. E don, domën a? Shumë. A e don, a i thoni ju vjera, baballak, a që që thoni ju ona ju? Ne mësu me thirë drejtor. Drejtor? Po, drejtor. Okej. Ai ka dëshirë me thirë na drejtor. Fidan, apo delvish pak të unë qëtu? Falë, të ta ndroj venin pak, po doj pe i grus për një moment, po... Unë kam kontaktu me babin e Ritës, apo ki qef Rit me ledzu vetë letrën e babës, edhe më ta ledzu në këtë dal. Se di shka ka shkrujt. Mos mu këthe sonte. Qka mund me shkrujt baba për qiken, ku nuk ka fjallë që mund është me ja dediku dhe me për mbledh qa ki qemi thonë vajzës. A pe lezën ti, a pe lezën e? Ase është tim Fidani me lezu, letrën e vihrit, që është po ki qef? A pe lezën ti? Po provoj. Lezëj, hajde ka dalë. Një letër vajzës time Ritës, zemrës time. Vajza ime e dashur Rita. Nga qasti kur të mora në krahët e mi për herë të parë, jeta ime mori tjetër kuptim. Ti më mësove çfarë do të thotë të jesh baba. Një titull që ma mbush zemrën me krenari dhe dashuri pafund. Ti je drita e syve të mi. Ylli që ndriçon botën. Kumete? Po thot ylli që ndriçon botën time dhe më bën të shoh jetën plot shpresë dhe lumturi. Je një vajzë që rrezaton dashuri dhe pozitivitet kudo që shkon. Je shembull i një vajze të mrekullueshme që na bën krenar çdo ditë. Të dua më shumë se sa fjalët që mund të të shprehi. Bija ime, mbaje shpirtin tënd të dashur, me zjarrin tënd të fuqishëm, mos e shuaj asnjëherë zjarrin që të ka ushqyer me dashuri e kujdes që kur ishe fëmijë.
Shpirti yt është i veçantë me pasion dhe vendosmëri. Bija ime, zemra ime Rita, kuptoje vlerën tënde, mbroje energjinë që ke dhe asnjëherë mos lejo dikush të ul poshtë. Mos lejo që krijimin më të bukur të jetës sime dikush ta provoj ta hedh poshtë. Kishmet? Beso në veten tënde, zotëro arritjet tua, por kur mos u trego egoist me çfarë bën. Nëse fiton, festoja atë, por gjithmonë respekto kundërshtarin tuaj. Bravo! Edhe kur humb diçka në jetë, zgjohu ditën tjetër me motiv për diçka të re. Po bija ime Rita, mos harro se je e krijuar për gjëra të mëdha dhe të bukura. Bija ime Rita, eksploro gjithçka që të rrethon, përfshir botën, librat, ushqimin, sidomos muzikën e gjithçka tjetër. Jetoni një jetë plot ngjyra, ndis ëndrat tua, jetoj jetën ashtu siç e meriton, së bashku me Fidanin. Dhe vazhdo lumtur duke shijuar sukseset që me shumë sakrifici ke arritur, duke na bërë krenar krejt familjen. Edhe atëherë, kur nuk do të jem në krah tu, bija ime, do të jem angjulli yt mbrojtës. Mos harro që unë jam fonsi yt më i madh në çdo rrugtim tëndin dhe lumturia jote është ushqimi i shpirtit për mua. Të don babi yt shumë dhe njëherit mburre me ty. Unë jam babai më i lumtur në botë që të kam ty. Me dashuri të pafund babi. Mos harro ka të vish blej 5 kg sheqer. Ja këta. Kjo është dhe e jamja. A është mirë me një këtë fjalë për i babit? S'ka fjalë. Është thjesht s'ka fjalë. S'ka fjalë. S'ka fjalë. Edhe mu me emocionoj, për të parë lexova, të jam shumë i sinqert me ty, se do isha me e përjetu edhe unë emocionin, se njësoj si babit, edhe unë i kam 2 vajza që dohet një ditë me shkrujt këtë letër si babit. Na nuk ja dim vlerën fëmijës, nuk e dim çfarë ndjenja është. Shpresoj që ka me na beku Zoti. Po besoj që s'ka bekim atë ma se me pas një fëmijë, edhe që mundesh me bo krenar për tu. Ju në shtator, tamam në qeshor korrekt, e besoj që keni me pas, a mundesh me mundru me Fidanin?